Ka ardhur koha për të shpërthyer në nivel kombëtar në një guerrilla urbane. Ç'është guerrilla urbane, ta shpjegoj. Guerrilla urbane është kur ti e kupton që nuk ke asnjë mjet, asnjë instrument politik. Se njerëz nuk i nga që kanë nivel klasën politike nuk kanë informacion çfarë ndodh në parlament. Në Shqipëri është hequr e drejta që ti të ngresh një komision hetimor parlamentar. Që nuk ekziston as në parlamentet më të këqija të Afrikës e heqja kësaj. Në Shqipëri nuk bën dot komision parlamentar. Çdo thot. Dua të hetoj policinë e shtetit për këtë veprim. Është mekanizmi thelbësor parlamentar kudo. Në Shqipëri se bën dot. Pse nuk e bën, se e kanë heq me ligj. Vetëm Shqipëria e ka? Vetëm Shqipëri nuk gjen. Nuk e di për Bielorusin. Nuk e di. Di që Rusia e bën. Në Shqipëri nuk ke të drejtë të ngresh komision hetimor parlamentar. Nuk ke të drejtë. Pra, nëse ti mendon që ka një veprimtari kriminale, sa të pa informuar që apo një shqetësim dhe do të ngresh një komision hetimor, or çka ka ndodhur me të vërtetë. Se s'mund të gjejmë vetëm kryeministin, si e vërtet absolute, ti se bën dot. Madje atë se çfarë shohim ato diskutime në parlament, shko kamera që është vetëm tek regji që edhe televizioneve shkon nga vetë kryeministria. E dyta, ti si popull nuk ke më drejtë referendum. Ti të kanë hequr me ligj për referendumin. Ti s'ke mundësi të bësh referendum dhe të duash. Ti se bën dot. Jo se s'ke mundësi teknike. S'te lejohet. Më kuptove logjikën. Pra po ta shohësh në të tërë, ti je në një shtet që ti nuk ke më zgjidhje politike. Zgjedhet ai do i numëroj si ti doj, do t'i vjedhë si ti doj, dhe këtë opozitë kanë xhep, apo jo? Dhe un kam shpjeguar opozitës, thjesht. Ju po merrni qaf njerëzit. Pse? Se thjesht po dhunohen. Po nuk po marrin gjë në këmbim, më kupton logjikën. Cila është fitoria politike e përballjes, e sakrificës njerëzore. Dhe duhet kalohet, kjo opozitë duhet kuptojë që ka ardhur koha për guerrilla urbane. Ç'është guerrilla urbane? Është për shembull, që guerrilla urbane do thotë që ku shef makinë policie, ku shef makinë shtetërore, që s'ka njëri brenda, vezi arrilla, çpoj gomat. Rrisi do ta marrin si mesazh shumë. Plasi mua, po le të vinë, një sekond. Altini ka gjithmonë vjen e kuqe. Midis shkeljes ligjit dhe mos shkeljes ligjit. Po për ata kujtojnë se më shkel ligjin. O vlla, në qoftë se unë shoh një makinë policie. Dhe e di që ka parkuar me vend. Dhe i fus një molotov asaj makine, po u shpëtova, bravo më qof, po më kapën. Po të shkojnë 500 veta në qeli. Por djegë makina është policie, ti e di s'ka më burgje, në kuptim më literal, po ta them sinqerisht, nuk kanë ç'bëjnë më, po ngritën gjithë. Se kanë protestuar sa dush. Të djegësh makina policie do të heqësh armën policisë, që të dhunoj qytetarët. E kuptove logjikën? Apo jo? Se s'ka makinë, me çfarë do i shoqëroj? Pra po të kthehet makina policisë në target publik. Ti do shohësh që ata do të fillojnë të kuptojnë, pa imamën kohën e Klodian Rashës. Po për Klodian Rashës, a imamën që u tërhoq policia nga dhuna e përditshme, që bën ndaj qytetarëve. Ka qenë dhjetor 2020. Në janar ishin ndryshe. S'pati më kështu. Ke parasysh që rrifshin fëmijëve, rrifshin rrugëve pse ke dalë nga shtëpia. Ke parasysh koncepti është që nëse ti djeg makinat e shtetit dhe të policisë, pse të shtetit? Po nëse ti shefi makinë ministri, se ministri drejtori etj. Vezi arrilla. Ky do ishte ai që duhet merrte vendim opozita. Sepse nuk mund ta gjykoj kush një opozit, që i kanë hequr çdo gjë që quhet opozit. Po kjo është bashkëpunëtore në krim. E kuptove logjikën. Janë bashkë. Jam bashkë. Po jam bashkë, po dëgjoj. Po s'pse tash ja kanë hequr në komisionin parlamentare këtyre? Kjo është opozitë e tredhur, sepse është në pazar nga që e di që nuk vjen dot pushtet. Ka mbyll pazarin që qëndrojnë në opozitë. Sepse halli tashmë ka kush do ri të ruaj si thosh kullën. Më kupton logjikën. Jo të marri Shqipërinë. As bëhet fjalë, nuk e kanë fare. Një parti që do me qeveris, që do me fitu zgjedhjet, dallohet që në surrat. Ke mënyrë se si ka qasjen publike, interesin publik, dhe mbi të gjitha se si ka turp të bëj gjëra abuzive, siç janë kodet zgjedhore, shumë pislikje që bën, më kupton logjikën, që e fundosin Shqipërinë çdo ditë më shumë. Dhe koncepti im është që mosbindja civile, ku ti e shpall shtetin, si thosh, në rezistencë, pra kryengritje qytetare, që ka të bëjë me ata pak njerëz që ti ke. Po. Që thyen xhamat e institucioneve shtetërore, jo të kopshëve, spitaleve dhe shkollave, kuptohet. Të institucioneve bashkia, jo drejtoria e kopshteve, e kuptove logjikën. Në këtë kuptim, kur ti e kthen makinën e policisë bashkiake target, makinën e policisë shtetit target, dhe çdo makinë që ti identifikon që është e shtetit, e drejtorit etj. E diti si dhihen këta në fakt. Si shot edhe koment, ka dhe një formë elegante, thotë, mund të bllokosh të gjitha institucionet të shkallë vendi. Nuk ke njerëz. Dëgjoj mua. Me këtë opozitë nuk ke frym. Nuk prodhon dot frym për numra. Atëherë kur ti s'ke numra, çfarë bën? Çfarë bën një vend që pushtohet nga një ushtrim e madh? Bravo avokat. Guerrilla urbane është hapi duar, ajo do të vinë në provë opozitën, thotë. Pra, ju merr kështu si në aspektin ushtarak. E ka thënë Sun Tzuja para 3000 vjetësh. O e dhun tallesh gjithmonë me Ram, Sun Tzuja, thaj.
Edhe po them, e kanë shpjeguar para shumë kohësh kur ushtria është më e madhe në numër, ti s'mund të përballesh në drejt për drejt apo jo. Po. Atë çfarë do bësh? Do bësh guerilje. Më kupton logjikën. Në moment që ti s'ke numra më si opozit, dhe mbi gjitha ti e neveritshme për pjesën më të madhe të popullsisë në Shqipëri, nuk gjall frym, atë ti ke një mjet tjetër. Frymëzon gjithë publikun tënd, atë që është akoma që të voton ty, që kur të shihni, jeni 9-18 vjeç, ju han me nderën me liq. Kur të shihni makina policie, digjini. Polici bashkiake, polici shtetërore. Natyrisht që të shpëtoni, jo t'ju kapin. Ma kuptove logjikën. Guerilje pra. Godit dhe ik. Gjithmonë para se të pini tek. Nëse ke mundësi të thyesh xhamin e një institucioni shtetëror, thyje vlla. Po jo të shkollës. Ma kuptove logjikën. Pra, Bashkisë Tiranë si institucion, po jo të shkollës. Të policisë bashkiake Tiranë, po jo të shkollës, jo të Kopshtit, jo të Çerdhes, ma kuptove logjikën. Jo të spitalit. Po, folen ku janë ata? Folen ku janë ata? Sa bukur edhe folen. Folen e Bishës. Folen e Bishës. Dhe në qoftë se në gjithë Shqipërinë, po ta them me sinqeritet, brenda një muaji do digjeshin 1000 makina të shtetit. Këta e di si do dhijen gjakta. Pse? Po do rrafin ca rob. Po një sekond se i na rrit lagje, sikur un kam ardhur nga planeti tjetër më dha. Çan bo këta rob tredhur më. Po di na zgjidh da gri gjithë jetës ku kena qenë trinj. Po. Un kam shkuar në polici, jam arrestuar 2 herë në kohë të komunizmit. Jo për arsye politike. Më kupton logjikën, për plasje fizike. Tash ç'a bëjnë këta më burri dheut? Ku vajti shqiptari u troth kaq shumë? Vrasin komshiun, edhe po thokan, po do dhunoj me policë. Po le të dhunosh policë, plasi. Po pse kush ka fituar lirinë? Ku ka qenë liria falas më burri? Ku ka ekziston liria falas? Po për liria në vrak kush e di sa vet në gjithë botën më. Edhe vazhdojnë të vriten. Po ç'është kjo more? Po i keni pa palestinezët. Po janë vrar 70.000 vetë, 20.000 fëmijë more. Edhe aty janë duke luftuar prap. Po ç'a janë këta rob tredhur? Me të tredh një legeni lagjës që e keni rraf gjithë lajm po ka vesh uniform. Pa amano burrë se shturbi i madh. Do të thonë një mosbindje civile ku ata pushtojnë parlamentin që janë deputet. Kurse të tjerët s'lejn makinë shtetërore kur e gjejnë. Që s'ka njerëz brenda, mos me vrar rob me fjalë. Pa ja thyr xhamat, pa e shpugomat, pa i von molotovin brenda, pa i vuz jarrin. Kupton logjikën? E diti si shkojnë këta për shele më, për i muj. Për shele më, marrojnë këta, vdesin. Pse? Jo se s'kan makina. E kuptove logjikën. Po se e kanë. Por u vjen ke shtëpia më dha, po u vjen ke shtëpia. Se qofse ti ke parkuar makinën tënde si drejtori i modh, ke parkimi pallatit. Dhe vjen njëri çun i një territori afër, që identifikon gjë dhe i futi mas surrati, shkon ja vez zjarrin dhe ikën nga parkimi, hajte kapet ata. Kuptoj logjikën. Po ty të ka ardhur ke shtëpia e keq. Ma kuptove logjikën. Sepse ka ardhur dita më shku ke shtëpia. E kuptove? Nuk është puna me Ramën. Më fal, disi kemi fituar në betejën me Ramën në kohën e vaksinave për fëmijët. Ne nuk ishim shumë. Në rastin më të mirë mi bër 2000 veta në protestë. Po dish ç'është puna.